15 tetori këtij viti shënon 81 vjetorin e çlirimit të qytetit të Vlorës nga pushtuesit nazi-fashist dhe bashkëpunëtorët e tyre. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast nga Bashkia Vlorë në varësitë e dëshmorëve, i pranishëm kryetari i komanduar i bashkisë Elisa Lili, deputet të Vlorës, drejtues të tjerë të pushtetit vendor, veteran, familjar të dëshmorëve të rënë në luftë dhe qytetarë të Vlorës. Në marshet e bandës së qytetit, autoritetet vendosën kurora me lule dhe kryen homazhe pranë lapidarit të dëshmorëve. Pas vendosjes të kurorave me lule, kryetari komanduar i bashkisë Vlorë Elisa Lili ka mbajtur fjalën e rastit ndërsa ka përcjellë mesazhin e respektit dhe mirënjohje për veprën e atyre që sakrifikuan jetën e tyre për lirinë e atëdheut. Të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore, të nderuar veteran, të dashur qytetar të Vlorës, bija të këtij qyteti që lindi lirinë. Sot, në këtë ditë të shenjtë të kujtesës kombëtare, përkulemi me nderim përpara kujtimit të pavdekshëm të atyre që ngritën pushkën për atëdheun. Ata ishin njerëz të thjeshtë, por me shpirt të madh dhe me besim të pathyeshëm se Shqipëria do të ishte e lirë. Nga kjo tokë, nga këto brigje, u ngrit një zë që tronditi botën. Shqipëria është e shqiptarëve. Ky ishte mesazhi një populli që nuk pranoi të nëpërkëmbet, i një qyteti që u bë simboli i dinjitetit kombëtar. Lufta e Vlorës na mëson se liria nuk dhurohet, ajo fitohet, ruhet dhe përtërihet çdo ditë. Me punë, me përkushtim dhe me dashuri për këtë vend. Në emër të Bashkisë Vlorë, shpreh mirënjohjen më të thellë për heroin tanë. Për çdo familje që mbajti gjallë kujtesën e kësaj lufte dhe për çdo brez që e përcjell me krenari këtë trashëgimi. Le ta mbajmë Vlorën siç e deshën ata, krenare, e bashkuar dhe e lirë. Lavdi e përjetshme luftës së Vlorës, lavdi e rojve të saj, roft Vlora. Në 15 tetor 1944, qyteti i Vlorës dhe rrethinat e tij arritën të çliroheshin nga forcat partizane të brigadës 12 sulmuese, ndërsa dhanë jetën në këtë luftë 710 dëshmorë.